edhe janë më të besës se sa ne këtu, atën të emigrimit. Të emigrimit. E ndjejnë ma tepër. Ndashan dhe të rinë, po edhe besnikërin edhe. Në është këtu, ani edhe koha kjo kapitalizmi e ban njeri unë se thonë tenton vesh ke pasuria, dhe i harron do gjëra, i harrojmë, i kemi harru. I kemi lënë pas dore. Ka pas vëllojmë një shprehje. E kam një gjuhë disa herë. Thonte që fati madh që u hapen kufit. Edhe iken njerëzit sepse nuk do t'jetonin dot këtu. Edhe tani me thënë që do t'ishte anë pozitive ose do t'ishte një anë e mirë ose një mësimi mirë që t'u riktheshen. Kjo do ishte e mirë, të baten një thirrje, të bashin investime, të popullohen zonat e braktisura. Dhe ishte shumë gjë pozitive. Po prap nuk mund t'ja sugjeroj shkuj. Se është personale? Është personale edhe nuk jeton dot këtu në këto zona. Paktën kënej në zonat tona veriore. Është e vështirë, a? Është e vështirë. Është e vështirë ta thash për thonjën e babës. Ti vetë çfarë do kishe bërë ndryshe përveç se të shkoje në emigrim? Ma the, atë edhe mund t'je shpenduar pa, që se emigrove. Po mirë, ja zëm se do shkoje në emigrim. Ku do i kishe shkuar? Jo në Itali? Apo në Itali? Ke pas në i vend tjetër qef? Ja. Unë s'kam pas qef, as s'kam pas objektiv asnjë. Ti repsi se ndro me asgjë, ë? Po nuk e ndroj se s'kam mundësi. Se këto... Po kishe gjithë një gru tjetër, një gru italiane, ishe martu. I kishe bë letrat. Bajnë edhe sote. Si e një e bashkëshorte? Po, tamam në kushtet të asaj kohe, që jo me shkosi, jo me... me dashuri, e? Me orientim, po. Po me dashuri? Kjo pati po. Bravo. Po. Kjo pati fillu punë atje në kooperativën e Blinishtit. Sa diferencë keni pas? 5 vite. Keni qenë afër me njëri tjetrin? Po. Edhe me mosh, por edhe si terren. Kjo këtu nga Spaçi, unë nga Blinishti. Po atje në punë në kooperativën e Blinishtit, atje e kam njoftë. Ora kanë sjellë në punë, atje kisha vajnë unë magazinier kooperative, në të kohë, ai ma se gjëroj edhe filluam njohjet mësa ne edhe. Edhe kështu kryot familjen të? Po. Fëmi, më the, sa keni? Kam një djalë edhe një vajzë. Edhe një vajzë, 2 fëmijë. 2 fëmijë. I paqme jetë. Faleminderit. Ti e mendon që e ke përmbushur atë vizionin tënd familjar? Për një gjë jam i kënaqur, edhe nuk jam pishmën se nuk kam hik në emigrim. Kam bërë një jetë familjare që do t'jem jam i kënaqur edhe do t'jem i kënaqur. Do jesh i kënaqur gjithmonë, se kjo është gjë e mirë, që të mos... Kam bërë jetë familjare. I kam rrit fëmijët, i kam shkollu fëmijët, i kam martu, gjithmonë në prani të pa u shput asnjëherë. Jetë familjare të rregullt. Po çfarë mendon ti që e mbajti të shëndetshme marrëdhënien tënde me bashkëshorten? Po tani janë edhe ndikojnë traditat, ndikon kur ke babën, kur ke nanën, kur ke vëllezër, atë mdoj se vetën. Këshillojnë, a? Këtë sa gënjejnë njerëzit se jo, e kam kalu gjithmonë, tërkohen mirë me nusen, me gruan.
Absolutisht, Renate, sidomos në zonat tona. Është e pashmangshme që do të debatosh,